Është në rritje, e shikoj entuziazmin. Edhe pse me nga 3-4 orë gjumë çdo natë, prapë na duket sikur është vetëm një pushim gjysmore në mes, edhe vazhdon jeta sikur nuk po flen fare. Do të thënë edhe kur e mbarojmë protestën në mesnatë, ne rikthehemi edhe mbahemi akoma me atë energjinë e këtyre pamjeve të mrekullueshme që ndodhin në protestë. Në 2 netët e fundit disa e kanë kaluar natën e kanë gdhirë edhe poshtë kryeministrisë. Ka qenë organizime spontane apo të menduara këto? Patjetër që është spontane, patjetër që të masivitet protestuesish, qëndrime dhe mendimet janë shumë të gjëra. Unë mendoj, duke qenë se kanë qenë studenti 2018 dhe kanë provuar mbi kurrizë qëndrimin, e kemi bërë edhe si akt qëndrimin në mesnatë edhe me ditë të tëra dhe ka qenë ditë dimri. Ka qenë ditë me minus deri në -8 gradë, ndaj mend, dhe edhe batanijet nuk na ngronin, nuk na linin as ngrohtë as asnjë gjëje. Sot është pak më ngrohtë, pak më freskët, pak më mirë, por ai akt nuk se na dha rezultatin që ne prisnim atëherë. Dhe unë mendoj që duhet të ruajmë pak më shumë energjinë tona në pikun e vend takimit tonë, në orën 7 për shembull që e kemi çdo ditë, do të ishte më mirë që të ishim më të kthjellët dhe më të përqendruar në atë që ne kërkojmë. Pra të artikulohemi më qartë, sepse e dim që edhe fizikisht ti jesh ditë natë pa gjumë, normalisht do vi një moment edhe nuk je aq i kthjellët sa jemi tani. Olga, ku ndryshon kjo protestë tani nga ajo e 2018, sepse edhe ajo kishte masivitet, kishte eufori, me entuziazm, qëndrim ato pushimet e fund vitit që u shpëndat nuk mund të riktheheshit me. Unë mendoj që protesta e studentëve u përpoq që propaganda ta shiste që ishte e studentëve dhe edhe pse bëm disa tentativa që edhe diaspora të vinte, mbajmë që u bashkua diaspora në një moment të caktuar, kishte tentativa të vinin më të rritur, por krijosh ajo fryma që ç'pun keni ju, ata janë studentë, mos u përzini, edhe në protestat e 90-s ishin studentë, por nuk ishin vetëm studentët pas sa ku mbushën sheshin. Nuk mund të kishte gjithë ajo demonstrat që u bë atëherë vetëm me studentë, patjetër që ishin të gjitha. Kurse ne ngelëm vetëm tek studentët, pra duke mos u hapur dhe mos bashkuar faktorë të tjerë grupe interesi, që atëherë kanë qenë banorët e Astirit, kanë qenë ata të Tërmetit, kanë qenë shumë grupime të tjera që neve duhet i kishim pjesë të grup organizimeve tona, dhe që neve të krijonim një masivitet. Masiviteti e pati pikun, ata të prisnin që të vinin pushimet, normalisht baza ishte nga studentë që qëndronin, pra ishim nga rrethet, dhe ne patëm një lloj rënie atje dhe pastaj më pas ishte shumë e vështirë ngritja në janar. Pra për të mbajtur akoma atë zjarrin e protestës, për aq kohë ai doli dhe bëri 1-2 kërkesa, por unë nuk mendoj që ne do u ngritëm dhe krijuam një protestë aq madhështore për një bilet autobusi. Tani të jemi të sinqert, kërkesat tona ishin përtej asaj. Dhe mbaj mend që kur neve filluam të artikuloheshim kundër klasës politike, kishim goditje edhe mes vetes. Pra edhe mes njerëzve që neve i kishim dedikuar dhe të infiltruar. Po edhe që ne nuk e kupton. Për shembull, jo të gjithë mund ta thonë, nëse ton Rama në Burg, jo të gjithë kanë zë goja ta thonë aty edhe Berisha në Burg, më shesh, se kemi parë dhe nga opozita që kanë në protestë. Aty patjetër që mund të ketë nga pushteti, patronazhistët. Patjetër që mund të ketë me atë masiviteti nuk mund të arrish ta skanosh dot. Ideja është kur krijohet një masë e madhe, është shumë e vështirë për çdo lloj fraksioni, për çdo lloj grupimi të kapet ajo protestë. Frika më e madhe është se nëse ajo mpaket, do dali një grupimacion dhe do thotë që kjo ishte e inja, kjo është protesta që ne e kemi organizuar. Kështu ndodh kur mpaket, kur është masë e madhe, është shumë e vështirë. Aty le të jenë të gjithë se ne na duhen. Ne na duhen edhe influencerat, na duhen edhe ata që bëjnë xhiron te liçeni, na duhet kushdo, mjafton që të jenë aty në shesh. Dhe nuk ka rëndësi se ne nuk mund t'i ndajmë me kategori. Të gjithë kanë dalë në shesh, të dalin të protestojnë dhe të
t'i japin mbështetjen masive kësaj proteste. Ndryshe nga era e parë, kjo është gjithë përfshirëse. Edhe diçka tjetër. Ju tha që është gjithë përfshirëse, por në qoftë se ajo e para dështoi, ju i keni nxjerrë mësimet nga ajo. Pikërisht, unë nuk do doja pas zhgënjimit shumë të madh të protestës së studentëve, personalisht isha mbyllur në vetvete dhe pata dhe tjetër për protestën e teatrit, edhe mendova që ishte pa shpresë të luftoje, më dukeshe se kur luftoje me mullin të erës, kur vetë populli nuk po dëgjoheshe, nuk po na jepte përkrajen që duheshe, fizikisht, sepse mbaj mend që në ushqime, në mbështetje, në fjalë, në gjitha retorika ishte okay. Gjithë mbështesin, por veprime konkrete që ne na duheshe që të ushtronin presion qeverisë për të arritur pikat tona, nuk ishte. Kurse në këtë radhë ne jemi konsistent, nuk kemi patur asnjë ditë pushimi, po bëhen 23 ditë, ne jemi po e njëjta bërtham, po e njëjti masivitet, pra nuk ka patur rënje asnjëherë, dhe kjo na ka bërë që të qëndrojmë më të fortë. Kjo e diferencon dukshëm, jo vetëm nga protesta e studentëve, po unë mendoj edhe në këto 36 vjet demokraci, nuk mendoj që ka patur në një të dytë si kjo. Ka larmishmëri mendimesh, ka përpiqet çdo ditë grupimet të ndajnë të njëjtat mendime. Normalisht ka njerëz që shprehin edhe atë indinjatën, atë lodhjen që s'po marrin atë përgjigjen e duhur, por duhet të dimë edhe diçka. Revolucionet nuk bëhen për 7 vite. Nëse do bëheshin, e kishin bërë shumë vite më përpara, nuk kishin pritur 36 vjet, apo jo? Po ju morën në rastin e protestës së studentëve dhjetore që unë normalisht e kam dëgjuar, jo me djetuar atë periudhë, që ata për gati brenda javës arritën një konkluzion. Unë dua të dal tek ajo, Olger, që po mos harro pra, ata dolën për brenda një jave. A është nevoja tani që të ktheheni në lëvizje kjo, që të futeni brenda sistemit? Sepse, okay, ju e treguat forcën në shesh. Çfarë do tregoni më në shesh? Çiko, pushtetit I intereson që neve të lodhemi, të vazhdojmë. Unë mendoj që nëse e kthejmë pllakën nga ana tjetër dhe I shikojmë të mirat e kësaj zgjatjeje të protestës, është neve do vazhdojmë të konsolidohemi të njihemi. Nuk mund të njihesh me protestuesit, bashkëprotestuesit aty, brenda një dite. Tani nëse ne themi ta kthejmë një lëvizje, si do njihemi bashkë neve nëse jemi takuar vetëm mbrëmjen e djeshme në protestë? Nga duhet të besoj unë te ti dhe ti te unë që jemi të duhurit për këtë gjë. Ju thoni që kjo do shërbejë edhe si një periudhë njohje. Edhe për është periudhë njohje konsolidimi, çfarë kontributesh do bëjë secili? Ku do kontribojmë neve? Si do kontribojmë? A jemi vërtet sepse kemi parë, unë personalisht jam ndjekur shumë nga protesta e studentëve. Kam mbështetur shumë të rinj të reja. I kam promovuar në për çdo hapësirë mediatike që unë kam patur mundësi që t'i promovoj. Dhe në fund të ditës ka qenë kjo deputetja e PS-s që tani u largua nga Partia Socialiste, Mariana Koçeku, që është I kthyer në protestë aty. Ka qenë atëherë? Patjetër, krau I djathtë ka qenë dikur, e kam mbështetur, kanë qenë daljet e saj, promovimi I fillimit. Ai ishte rasti, unë jam prononcuar mjaftueshëm për të, u prononcova edhe në shesh, nuk do doja shumë që ta zgjasja, ai është I vendimi I saj, unë do doja vetëm diçka nga ajo. Domethënë, nëse ka bërë një akt politik ditëve të fundit, nëse ai akt është I sinqert, do doja të më aprovonte me vepra. Nëse do të aprovonte me vepra, do doja shumë të besoja në idealizmin e saj. Kush janë veprat? Pavarësisht njeriu gabon gjatë rrugës, unë nuk jam që ajo të falet brenda një nate të gdhiesh dhe të thuash më falë dhe të falet një gjë që ti e ke bërë në kurriz popullit. Ama mendoj që në këtë moment kritik që ne jemi dhe vendimtar,